pse, më thoni pse u ngaturat kaq shumë. Lum ju që keni prindit gjallë dhe u asjellin, o njerëz të dashur dhe të bukur. Të gjitha produktet e fshatit që më erdhën nuk mi dërguan prindrit. Më dërguan nga Shqipëria, por janë njerëz nga të cilët mund të porositni edhe juve, edhe do të tregoj tani se çfarë do ha unë. Ky është zogu, që e përgatita me pilafë, ullitë, turshi, kjo salckosi, gjizë, edhe është dreka ime që do ha tani, përgatita gjitha i vë rreth kështu i vë, nuk i dua në pjata, i dua të gjitha bashkë kështu, edhe që i ha. Për drek, për dark, edhe për mëngjes, skuqja sa gjizë për mëngjes me gjatë, po çtu them. Do t'u tregoj edhe në video. Ndaja mos u ngatërroni, po u lë dhe adresën këtu lart nga produkte fshati, nga ata njerëz i porosita, edhe mi dërguan me fugon këtu në Angli, janë në Shqipëri dhe mund të dërgojnë në Angli dhe kudo që të ndodheni. Ndaja me ata njerëz do kontaktoni, jo me prindrit e mi, se nuk mi dërguan prindrit e mi të gjitha këto gjëra. Taj do vete të ulem të ha unë, është edhe kjo mbëlqia e pulës këtu. Më ramua tani, nuk i rapuri, qa të bëjmë? Ndaja, janë nga produkte fshati bio, të gjitha këto gjërat bio që më erdhën edhe janë. Ciao.